Përshëndetje të dashur miq, unë jam Denisa Shylen dhe ky është kanali im i YouTube-it. Në këtë kanal mund të gjeni shumë video në lidhje me parashikimet astrologjike, vendoset planetare, si dhe analiza të detajuara të shumë ngjarjeve të rëndësishme qiellore. Për të marrë informacione personale, për të bërë analizën e hartës tuaj personale, mund të më kontaktoni nga numri WhatsApp-it që shikoni këtu në ekran. Ndërkohë që për të më mbështetur, mund të abonoheni te ky kanal, të përgjigjeni videot, të shkruani komente, si dhe të hapni edhe njoftimet në mënyrë që të merrni informacion sa herë që unë postoj video të reja. Sot do të flasim për javën 29 qershor deri në datën 5 korrik. Është një javë vërtet shumë e rëndësishme dhe më duhet të them që është shumë e ngjeshur. Do të fillojmë që nga dita e hënë ku do të kemi fillimin e retrogradës së Mërkurit, e cila do të vazhdojë deri në datën 24 korrik. Kjo është një retrogradë vërtet e vështirë, duke qenë se do të kemi probleme të rëndësishme në të gjitha dinamikat njerëzore. Këtë herë bëhet më tepër fjalë në dinamikat të cilat ekzistojnë brenda familjeve apo shtëpisë, duke qenë se kjo retrograd do të ndodhë tek shenja e Gafores. Do të kemi edhe probleme të rëndësishme me memorien si dhe me komunikimin. Memoria vërtet që duhet mbajtur nën kontroll, pra duhet mbajtur të shënime, nëse nuk të në mënyrë që të mos kemi probleme, sepse gjatë kësaj periudhe mund të kemi shumë keq kuptime dhe do të na duhet diçka që ta kontrollojmë nëse i kujtojmë apo jo gjërat ashtu siç janë. Ndërkohë që nga ana tjetër, gjatë retrogradave të Mërkurit, në përgjithësi kemi probleme me elektroshtëpiaket, kemi probleme me mjetet e komunikimit si telefonat, po ashtu edhe kompjuter tashmë, ndërkohë që mund të kemi probleme edhe me automjetet. Në këto momente, duke qenë se teknologjia është vërtet shumë e ndikuar, sepse kemi edhe Uranin të vendosur tek shenja e Binjakut, e cila është drejtuar nga Mërkuri, do të thotë që edhe teknologjia do të ketë një ndikim vërtet shumë të madh, në këtë rast negativ. Mund të kemi vonesa apo dhe probleme këtu. Brenda të gjithë personat të cilët dëshirojnë që të udhëtojnë, do të këshillohet që biletat t'i printoni në mënyrë që të mos keni probleme në aeroporte, e njëjta është e vlefshme dhe me të gjitha dokumentat të cilat ekzistojnë vetëm në botën virtuale, do të këshillohet që të bëni edhe një kopje reale, pra ose materiale. Kemi probleme gjatë gjithë kësaj periudhe me komunikimin që kemi me njëri tjetrin. Kjo është e vlefshme deri në datën 24, por këtë javë vërtet që të ndiem shumë. Ditët të cilat do të ndihet edhe më tepër është data 29 dhe 30 qershor. Gjatë këtyre dy ditëve mund të kemi edhe manipulime të shumta. Kjo do të thotë që të gjitha telefonatat, të cilat nuk i njohim, pra që vijnë nga burime të panjohura, do të këshillohet që të shikoni pak me dyshim, ti kontrolloni dhe pastaj të përgjigjeshit nëse për ju kërkohen shumë materiale, do të këshilloj që të qëndroni patje të larg dhe ti denonconi. Kemi edhe një efekt përçarje gjatë gjithë kësaj jave, ndaj të cilës mund të marrim masa duke komunikuar afër. Kjo lloj përçarje mund të jetë më tepër efikase brenda marrëdhënieve familjare, sepse dinamikat këtu do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme pas kësaj retrograde. Si rredhoj gjatë gjithë kësaj periudhe, do të fillojmë që të vemre, ndryshime, mund të kemi një irritim vërtet shumë të madh, çdo gjë që na thuhet mund ta keq kuptojmë, ose në disa raste mund të na bie rënd, prandaj dhe përpërsisht që të komunikojmë hapur dhe të themi atë çfarë mendojmë vërtet, normale, në mënyrë njerëzore, ka rëndësi. Në qoftë se kemi keq kuptuar personin përballë, të mundohemi që të marrim shpjegimin e domosdoshëm dhe një këshill do të ishte që të përdorim fjali të shkurtra, sepse gjatë kësaj periudhe vërtet që durimi është i ulët dhe si edhe fjalit e gjata mund të na bezdisin të gjithëve. Kemi një ndikim tjetër shumë të rëndësishëm gjatë kësaj jave, e cila është hëna plot, do të jetë tek shenja e Vricjapit dhe do të ketë edhe një kënd negativ me drejtuesin e saj që është Saturni. Kjo do thotë që kemi probleme vërtet shumë të rëndësishme. Një ndër problemet që krijon Saturni kur është në kënd negativ me një ngjarje kaq të rëndësishme astrologjike siç është hëna plot, është edhe tërmetet të cilat po i vëmë re në këto momente. Përveç tërmeteve fizike që për fat të keq i kemi vënë re gjatë gjithë kësaj jave, mund të vijnë re edhe tërmete në shoqëri, duke qenë se do të kemi krijimin e identitetit të ri tashmë. Në mënyrë që ky identitet të krijohet, mund të kemi edhe përçarje të shumta dhe këtu rikthehemi përsëri të njëjtës temë. Kjo nuk është tashmë thjesht në rangun familjar, mund të vihet re edhe në rangun ndërkombëtar dhe në rangun kombëtar, prandaj dhe duhet të jemi vërtet shumë të vëmendshëm në informacionet që ne pranojmë, duhet të kontrollojmë disa herë pra. Për sa i përket kalimit të Jupiterit, i cili do të jetë në datën 30 përsëri tek shenja e Luanit, kjo është
relativisht një ndikim pozitiv, do të kemi zmadhimin e pasionit dhe çështje sentimentale për këtë arsye, do të thonë që të kemi ndikim më pozitiv. Do të vëjmë krijimin e shumë lidhjeve të reja gjatë periudhe. Gjatë kësaj jave, duke qenë se e njëjta hënë plot do të ketë ndikime edhe në daljen në skenë të gjitha dinamikave si pozitive po ashtu edhe negative, Jupiteri do të zmadhojë edhe më tepër këto dhe falë kësaj do të kemi edhe mundësi që të zgjidhim atë çfarë është e shëndetshme për ne, gjithsesi që të jemi shumë të kujdesshëm, të hedhim hapa të sigurt dhe jo të përshpejtuar ka rëndësi, duke qenë se gjatë gjithë javës pothuajse do të kemi edhe një element zjarri vërtet shumë dominant. Kur kemi element zjarri dominant, domethënë që bëhemi vërtet shumë impulsiv. Jemi shumë herë më tepër kurajoz, por këtë kurajon duhet ta bashkangjisim ose duhet ta përdorim së bashku me logjikën, e cila në këto momente, duke qenë se Merkuri është në retrograd, mund të lërë pak për të dëshiruar. Këshilla në këtë raste do të ishte që ndërkohë që normalisht mund të mendohemi një herë përpara se të hedhim një hap, gjatë kësaj periudhe duhet të mendohemi disa herë, të analizojmë disa herë gjërat dhe pastaj të vendosim atë çfarë është e shëndetshme, jo thjesht për ne, por edhe për ambientin që na rrethon, duke qenë se përsëris gjatë gjithë retrograde marrëdhëniet familjare do të jenë vërtet shumë të ndikuara dhe ndikimet më të rëndësishme do të fillojmë që t'i bëjmë gjatë kësaj jave. Kur Jupiteri kalon tek shenja e Luanit, përgjithësi ndikimet janë pozitive, siç e përmenda, por nga ana tjetër duke qenë se kemi një pasion të lartë, mund të vëmë edhe një rritje në krijimet e pasionit gjatë kësaj periudhe, që do të thotë mund të jemi vërtet shumë impulsiv, sidomos xhelozia të më tepër në skenë. Përçarja është një ndër efektet më të rëndësishme që do të kemi gjatë gjithë javës, prandaj dhe të gjitha informacionet që marrim mund të mos jenë të vërteta, mund të kenë edhe efektin përçarës. Si redoj, të mundohemi të kuptojmë se cili është qëllimi i vërtet që po na thuhet diçka, është shumë e rëndësishme. Nga data 29 qershor deri në datën 1 korrik do të kemi një kënd negativ midis Diellit dhe Zhunës, duke qenë se Zhuna përfaqëson martesat apo edhe stabilitetin brenda familjes si dhe shoqërisë. Kjo do të thotë një ndikim vërtet i drejtë për së drejtë tek energjia jonë dhe marrëdhëniet që kemi me njëri tjetrin, e cila përkthehet në një vështirësi për të ushqyer dhe mirëmbajtur marrëdhëniet njerëzore. Kemi edhe një ndjesi e zaurimi, kjo mund të jetë edhe fizik, po ashtu edhe emocional, prandaj edhe mund të kemi më tepër nevojë që të qëndrojmë vetëm dhe të qetësohemi. Që gjithë kësaj jave do të kemi element zjarri vërtet shumë të lartë, kjo mund të thotë temperatura të larta, por nga ana tjetër edhe ne jemi vërtet shumë gjë nxehtë, prandaj edhe kjo ndjesi e zaurimit që sa përmenda mund të jetë edhe më smadhuar. Në raste të tilla do të këshilloja që të tokëzohemi, duke qenë se elementi tokës edhe gjatë kësaj jave do të jetë i ulët. Gjatë kësaj jave mund ta kemi vërtet shumë të vështirë që të kontrollohemi, prandaj duhet patjetër që të krijojmë momente ose oaze më mirë të themi, ku mund të shplodhemi, të qetësohemi. Kjo mund të jetë e varur shumë nga individi në individ, gjithsesi do të këshilloja vërtet që të kalonim kohën në natyrë. Ai gjithmonë na ndihmon që të qetësojmë sistemin tonë nervor, i cili gjatë kësaj jave vërtet mund të jetë shumë i ndikuar. Dita pozitive e kësaj jave do të jetë dita e diel përsëri për fat të mirë, duke qenë se do të jetë një javë vërtet e lodhshme. Datën 5 korrik mund ta përdorim edhe për të qetësuar, edhe për të shoqëruar më tepër, pak më tepër që gjatë asaj dite edhe komunikimi do të jetë disi më pozitiv, mund ta kemi më të thjeshtë për ta kuptuar më mirë njëri tjetrin. Prandaj edhe diskutimet e vështira që na duhet t'i bëjmë ose që mund të jenë mbartur gjatë gjithë javës ose zmadhuar gjatë gjithë javës, mund t'i flasim ose mund t'i diskutojmë gjatë ditës së diel, gjithsesi por përsëris duhet të vazhdojmë që të përdorim fjali të shkurtra nëse nuk duam që të lodhemi dhe këto diskutime të shndrohen në sherr. Dhe fillojmë me njëherë tek ndikimet që do të kemi tek shenjat, si gjithmonë, fillojmë nga shenja dashit. Kjo është një javë e cila për shenjën e dashit fillon me dinamika disi të çuditshme. Kemi një hënë të vendosur në fillim të javës, pra ditën e hënë tek shenja e Shqiptarit. Dhe kjo për shenjën e dashit është një rikujtim i të gjitha principeve të tyre, të idealizmeve të tyre dhe kuptojmë edhe shumë mirë se cilat janë ato që na kanë mbajtur mbrapa, në mënyrë që gjatë hënës së plot, e cila do të jetë në datën 30 qershor, pra ditën e martë, të kemi mundësi që të dallojmë se cilat janë problematike dhe të kemi mundësi që të heqim nga jeta jonë.
Këtu bëhet fjalë më tepër tek problemet ose dinamikat të cilat na kanë mbajtur mbrapa në lidhje me avancimin tonë në karrierë. Mund të kemi tepruar me punën që bëjmë ose në disa raste mund të kemi qenë disi të papërgjegjshëm si ndaj trupit tonë, po ashtu edhe ndaj punës. Kjo është ajo çfarë do të krijohet. Është një dinamikë e re që do të krijohet në këto momente dhe përsërisht është vërtet shumë pozitive. Kemi ndryshimin edhe të marrëdhënieve familjare. Gjatë javëve fillojmë që të kuptojmë se ku qëndrojmë me këtë individ, fillojmë që të kuptojmë se çfarë duhet të bëjmë për të shëruar këto marrëdhënie nëse janë problematike. Po ashtu kemi edhe mundësi që të vendosim nëse dëshirojmë apo jo që të qëndrojmë brenda të një ambient apo duam që të zhvendosemi. Me kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit, që është ditën e martë dhe kjo, në datën 30 qershor, për shenjën e Dashit tashmë fillon një epokë e re. Kjo është epoka gjatë të cilës shenja e Dashit, çdo gjë që ka ndëruar, ka punuar dhe ka sakrifikuar arrin që të realizojë dhe merr dhe një shpërblim vërtet shumë të madh nga komplet sistemi. Kushti i vetëm që kemi në këto momente është që të mos bien pre e manipulimit që po ndodh rreth rrotull. Në qoftë se marrim një këshill e cila na vjen pak në dyshim, qoftë kjo nga shoqëria, qoftë edhe nga familja jonë, do të këshilloj që ta vëzhgoni mirë e të vendosim në bazë të eksperiencës tonë personale. Në qoftë se ne bëjmë këtë, bëjmë këtë analizë, kemi mundësi që të rritemi vërtet shumë, sepse përsëris jemi futur tashmë në një fazë ku shenja e Dashit avancon vërtet shumë, bën një person i cili shumë i suksesshëm. Kemi fillimin e një periudhe ku çështjet sentimentale ka një prioritet shumë të madh. Kjo mund të thotë që mund të kemi dhe krijimin e lidhjeve të reja, por duke qenë se jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, në përgjithësi në jetën tonë mund të kemi edhe rikthime nga e shkuara dhe kjo mund të ngatrojë edhe më tepër situatën aktuale. Që të rikthehemi tek të njëjta dinamika për ju është vërtet e pashëndetshme. Pra duhet të fokusohemi më tepër tek e ardhmja. Ndërkohë që Marsi tashmë sapo ka kaluar tek shenja e binjakëve, do të thonë që komunikimi është vërtet shumë indikuar. Duhet të jemi shumë të përgjegjshëm për çdo gjë që themi, të mos egzagjerojmë. Një ndikim tjetër i cili është shumë i rëndësishëm fal të njëjtës vendosje, çfarë do dhe veprimi, qoftë kjo ecje, qoftë edhe një lëvizje sado e vogël që të jetë, duhet të jetë shumë e kontrolluar, sepse gjatë kësaj periudhe çdo lëvizje pa kontrolluar mund të thotë edhe dëm fizik, por mund të shkaktojë dëme fizike. Prandaj duhet të jemi të matur në çdo veprim që bëjmë. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit jemi futur në një fazë kur çdo gjë po ndryshon. Kjo do të thotë që kemi shumë më tepër kriza nga çfarë jemi mësuar apo çfarë është e pranueshme. Kemi ndryshime të shumta në këto momente, të cilat vijnë si në jetën profesionale, në jetën personale, marrëdhëniet afatgjata apo mënyrën se si ne perceptojmë lidhjet sentimentale, si edhe në marrëdhëniet familjare. Prandaj edhe në këto momente për shenjën e Demit kemi një ndryshim total të ambientit dhe të çfarë do lloj lidhje që kemi në jetën tonë. Duke qenë se do të kemi një hënë të plot e cila do të jetë vendosur tek shenja e Mbritsjapit, kjo na sqaron shumë idetë që kemi brenda vetes, si në lidhje me jetën në përgjithësi, në lidhje me karrierën që ne po bëjmë. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me atë çfarë duam ne që të kemi brenda një lidhjeje. Prandaj dhe të gjitha dinamikat të cilat janë problematike në këto momente shkëlqejnë ose duken dalë më tepër në skenë. Si lloj kemi edhe mundësi që ti ndryshojmë ato, normal që duhet të qëndrojmë të qetë. Mënyra se si flasim në këto momente ka rëndësi. Në qoftë se ne tepërojmë fjalët që themi, kemi shumë më tepër mundësi që të prishim punë vetes, prandaj duhet të futemi në një pozicion mbrojtuesi. Pak më tepër që në këto momente edhe Marsi ka kaluar tashmë tek shenja e binjakëve dhe kjo do të thonë çdo veprim i nxituar për ne mund të thotë edhe rënien në vlerë. Prandaj dhe duhet të mendojmë mirë, pastaj të veprojmë dhe të flasim. Nëse e bëjmë këtë ose plotësojmë këtë kusht, atëherë kemi mundësi që në për ju ky moment mund të thotë edhe një rritje vërtet shumë e madhe në vlerë. Këtu bëhet fjalë si për vlerën tuaj personale, si individ, pra si karakter, po ashtu edhe në lidhje me të ardhurat materiale. Mund të vini re zhvillime të shumta për sa i përket vendit ku ju jetoni. Është një ndër momentet ideale ku mund të mendoni për të ndryshuar shtëpi dhe si rrjedhoj të merrni kredi. Normal që gjatë retrogradës së Mërkurit çdo veprim i tillë është i ndaluar pothuajse automatikisht, sepse firmosja e kontratave është diçka që nuk këshillohet sepse mund të bëjmë shumë gabime. Por që të vërtojmë mirë ose të studojmë mirë të themi terrenin është një ndër këshillat më të mira që mund t'jap në këto momente. Venusi është i vendosur në këto momente tek shenja e Luanit, pak më tepër që ditën e martë, pra datën 30 do të shtohet edhe Jupiteri, i cili është edhe ky një planet benefik. Domethënë që dinamikat familjare
ose mundësitë që kemi brenda shtëpisë ose për shtëpi, për familje do të shtohen edhe më tepër, si edhe mund të kemi një begati më të madhe. Pak a shumë futemi në një periudhë ku ju jetoni më tepër në luks. Ndërkohë që kemi një ndikim shumë të fuqishëm gjatë kësaj jave, i cili vjen nga hëna e plot. Kjo është hapje rrugës për të gjithë personat të cilët kanë pasur probleme me dokumentat për të dalë jashtë shtetit ose kanë pasur një periudhë të gjatë në të cilën kishin probleme për të studiuar apo për të trajnuar në një temë të caktuar. Shenjat ndemit gjatë kësaj jave ka një ndikim shumë pozitiv në këtë aspekt. Kuptoni edhe në qoftë se është apo s'është i përshtatshëm ky udhëtim ose ky trajnim për ju. Dhe në bazë të saj keni edhe mundësi që të investoheni më tepër dhe të keni edhe rritje në karrierë, e cila, siç e thashë pak më parë, mund të sjellë të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Dhe shenja e binjakëve, kemi arritur në momentin që i truhemi gjithmonë, që është ajo retrogradës së Mërkurit. Fillon që nga dita e hënë, pra datën 29 qershor, dhe detyrimisht do ta ndijmë që gjithë javës në vazhdim, madje deri në datën 24 korik. Pak më tepër që gjatë kësaj jave do të kemi edhe një hënë të plot, e cila për ju do të ketë një ndikim të drejtë për së drejti tek vlerat, si ato që keni në anën materiale, po ashtu dhe ato që i perceptoni vetë. Mund të keni një farë dinamike problematike për këtë arsye në të gjitha relatat, si në marrëdhëniet personale, po ashtu dhe në ato profesionale, ku mund të kemi edhe kriza, pra të dyja palët. Këto kriza të vërtet në këto momente po ndodhin në mënyrë që ju të perceptoni se çfarë dëshironi që të mbani në jetën tuaj dhe falë kësaj të kuptoni se ku duhet vazhdoni të investoheni. Kemi mbarim në një cikli karmik, ose do t'ju ndihmoj kjo hënë e plot që të mbyllni ciklet karmike dhe falë kësaj të krijoni një farë vlere të re në jetën tuaj, e cila mund t'ju shtojë edhe të ardhurat materiale. Në datën 30 do të kemi kalimin edhe të Jupiterit tek shenja e Luanit dhe kjo për ju do më thonë për forcimin i komunikimit, por duke qenë se Mërkuri vetë, i cili është planeti përgjegjës për komunikimin, është në retrograd, mund ta keni disi më të vështirë për të artikuluar të çfarë mendoni në të vërtetë, prandaj dhe që të flisni pak më ngadalë, të bëni gjërat më ngadalë, të veproni më ngadalë dhe të reagoni më ngadalë, është vërtet shumë e këshillueshme në këto momente. Nga ana tjetër, tek shenja e Luanit në këto momente kemi të vendosur edhe Venusin, i cili zbukuron në mënyrë të dukshme mënyrën se si i thoni gjërat. E vetme pengesë në këto momente është acarimi që mund të ndjeni, sidomos në qoftë se janë të kaluar disa kufij të shëndetshëm, nëse se keni bërë më tepër se çfarë do, ose keni të kaluar më tepër se çfarë duhet, si në marrëdhëniet familjare, po ashtu edhe në marrëdhëniet profesionale. Ndikimi më i rëndësishëm që do të vijë gjatë kësaj jave është perceptimi nëse duhet të vazhdoni apo jo në një investim që keni bërë, qoftë ky investim kohë, qoftë në shoqëri, po ashtu edhe në marrëdhënie personale, po ashtu edhe në lidhje me bashkëpunimet që mund të keni bërë. Keni mundësi që t'i riparoni, nëse vërtetoni ashtu siç duhet dhe nuk reagoni, por nga ana tjetër keni edhe mundësi që t'i mbaroni në mënyrë që pas retrogradës së Mërkurit, pasi të keni bërë dhe analiza të domosdoshme, të mund të krijoni diçka të re. Retrograda e Mërkurit është gjithmonë një periudhë vrojtimi, nuk është periudhë ku ne duhet të veprojmë ose të reagojmë. Prandaj dhe do t'ju këshilloj që gjatë kësaj periudhe, pra deri në 24 korik, të filloni edhe të mbani vërtet shënime. Për sa i përket shëndetit, mund të jeni një ndryshim që do të ndikohet. Ndikimi më i madh në këto momente vjen te rrugët e frymarrjes, duke qenë se kemi një element ajri të varfër. Prandaj dhe do t'ju këshilloja që të bëni gjithçka me qetësi. Nëse ndjeni të nevojshme, vërtet do t'ju këshilloj që të kaloni më tepër kohë në natyrë dhe t'i bëni gjërat dal nga dal, një nga një. Aq sa janë të domosdoshme për të bërë, pra mos e egzagjeroni. Kemi arritur tek shenja e Gafores. Kjo është një ndër javët më të rëndësishme për shenjën tonë. Kemi një hënë të plot pikërisht përballë me ne tek shenja e Mbërciapit. Kur kemi një hënë të plotë e cila ndodhet përballë me shenjën tonë, ndikimet janë në përgjithësi në lidhje me marrëdhëniet tona personale, mënyrën se si ne perceptojmë ato. Kemi vendosjen e pikave mbi i falë kësaj hëne të plotë. Kjo është e vlefshme këtë herë edhe për marrëdhëniet sentimentale, është e vlefshme edhe në lidhje me partneritetet, po ashtu edhe ne detyrohemi të përballemi me realitetin ashtu siç është, në lidhje me gabimet që mund të kemi bërë në të shkuarën ose ato çfarë kemi bërë ashtu siç duhet.
Kjo të ka një ndikim pothuajse të drejtë për së drejti këtë herë edhe në lidhje me karrierën ose me jetën tonë profesionale. Duke qenë se tashmë fillojmë që të krijojmë disa dinamika shumë më të shëndetshme, jemi të detyruar që të heqim shumë elemente të cilat janë negativ nga jeta jonë. Një pjesë e tyre do të largohen vetveti, ndërkohë që një pjesë rikthehen jetën tonë në mënyrë që ne të perceptojmë se çfarë duhet vërtet që të kemi aty dhe për më tepër që të mund të kemi mundësi që të jemi më të suksesshëm në jetë. Suksesi në përgjithësi vjen në lidhje me të ardhurat materiale, me njëherë pason nëse plot do të kemi edhe kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit, që për shenjën e Gaforës, domethënë të ardhur materiale të mira sepse bëhemi shumë më tepër kreativ. Mbi të gjitha, duke qenë se tashmë mësuam edhe se ku qëndrojmë të gjithë njerëzit rreth e rrotull. Plus, kuptojmë edhe vlerën tonë shumë më mirë, atëherë kemi mundësi që në këto momente të fillojmë të ndërtojmë diçka të re shumë më tepër produktive dhe fitimprurse. Në përgjithësi, kalimi i Jupiterit tek shenja e Luanit, tek shenja e Gaforës, fillon dhe zgjeron edhe mundësitë që kemi në lidhje me çështje sentimentale. Kjo sepse kemi një vetvlerësim më të lartë tashmë dhe pranojmë në jetën tonë persona të cilët mund të ndërtojmë së bashku. Dhe hëna e plot do të ketë edhe pikërisht të ndikim, krijimin e dinamikave të reja, mbarimin e dinamikave problematike, fokusimi shumë më tepër tek gjërat të cilat janë efikase për të krijuar stabilitet ekonomik ose për të ndërtuar jetën së bashku. Dhe pak më tepër, gjatë seanëve të plot dhe gjatë gjithë javës do të kemi edhe retrogradën e Mërkurit. Retrograda e Mërkurit ndodh në këto momente tek shenja e Gaforës dhe kjo do të thotë rikthimi mundësive, mundësi në lidhje me krijimin e kontakteve me personat të cilët mund të jemi larguar për një periudhë të gjatë. Retrograda e Mërkurit veç rikthen jetën tonë edhe individ, sidomos ish partner. Kjo retrograda e Mërkurit këtë herë shenjën e Gaforës do të ndikojë vërtet shumë edhe te shëndeti fizik. Mund të kemi probleme tek sistemi tretës. Këtu do të jemi vërtet shumë të vëmendshëm, sidomos në qoftë se e kemi kronike, pra kemi probleme zakonisht me sistemin tretës, gjatë retrogradës mund ta ndjejmë edhe më shumë, prandaj do të jemi të vëmendshëm se çfarë konsumojmë. Shenja e Luanit, për shenjën e Luanit kemi ndikime shumë të fuqishme. Një në radhë të parë do të kemi kalimin e Jupiterit tek shenja juaj, do të qëndrojë këtu për 13 muaj në vazhdim, pra është një periudhë gjatë dhe pozitive në përgjithësi, duke qenë se Jupiteri ndihet mirë këtu. Por përpara kalimit të Jupiterit do të kemi një hënë të plotë, e cila do të jetë pikërisht tek shenja e Priciapit. Kjo periudhë domethënë perceptimi i jetës së përditshme, dinamikave brenda punës dhe mënyrës se si ne trajtojmë trupin tonë, po ashtu edhe se si harxojmë kohën tonë, se ku e shpenzojmë kohën tonë. Për këtë arsye, kjo hënë e plotë do të na bëjë të ditur se çfarë duhet të ndryshojmë. Do të na detyrojë që të përballemi me disa realitete që deri në këtë moment nuk mund të kemi pasur ndoshta guximin që të përballeshim, prandaj edhe mund të bëhet pak e lodhshme. Lodhja në këtë rast vjen më tepër në anën tonë psikologjike. Kemi një ndikim shumë të rëndësishëm këtu sepse mund të kemi edhe rihapjen e disa plagëve të vjetra, sidomos në lidhje me marrëdhëniet familjare. Të gjitha dinamikat familjare në këtë momente janë shumë herë më tepër në sipërfaqe. Jemi të detyruar që të zgjidhim problemet këtu ose të ndërtojmë diçka më të shëndetshme. Në mënyrë që ta zgjidhim këtë, do të jemi vërtet shumë të vëmendshëm dhe të kujdesshëm sepse retrograda e Mërkurit për ne domethënë një stres vërtet shumë i madh ose një akumulim shumë i madh i çdo gjëje negative që ndodh në ambient, mund të mos gjejmë pra zgjidhjen shumë thjesht, prandaj duhet të ecim pak më ngadalë. Nga ana tjetër, Jupiteri vërtet që na detyron që të lëvizim më shpejt, duke qenë se është një planet i cili zmadhon gjithçka dhe mund të na shtyjë drejt impulsivitetit. Pak më tepër që marrëdhëniet personale në këto momente mund të jenë pak më të sfiduara, sfida më e madhe vjen sepse Jupiteri ndodhet përballë me Plutonin dhe kjo mund të thotë që shikojmë gjëra shumë më tepër me intensivitet se çfarë duhet. Në këto raste, këshilla ime do të ishte që të marrim mendimin e shoqërisë ose të kalojmë kohë me shoqërinë. Kjo do të na qetësojë, do të na një farë ekuilibri në jetën tonë, i cili është i domosdoshëm në këto momente. Përsa e përket shëndetit, shenja e Luanit ka ndikime, në qoftë se e lodh veten e tij mund të ndikohet vërtet shumë, në qoftë se kemi qoftë edhe një sinjal, sa më do t'i vogël që ky i lodhjes, do të këshilloj të marrim gjërat me qetësi dhe të kalojmë kohë në ambiente që mund të na çlirojnë ose pak a shumë të na bëjnë të ndihemi të qetë. Shenja e Virgjeshës është një ndër shenjat që ndikohet më tepër në këto momente, duke qenë se edhe ju jeni të drejtuar nga Mërkuri, i cili që nga ditë e hënë do të jetë në retrograd. Kjo retrograd për ju do të thënë rikthime të shumë mundësive ose të individëve nga e shkuara, plus duke qenë se në këto momente kemi krijimin disa këndeve negative, kemi në jetën tuaj disa kriza dhe kur do t'ju bashkangjiten këto edhe rikthim të dinamikave të shkuarës mund të bënë një javë shumë e lodhshme.
Kjo në të vërtet është shumë e menaxhueshme nëse i merrni gjërat një nga një dhe fokusoheni thjesht tek gjërat të cilat juve ju ndihmojnë që të keni begati, të ardhur materialet të mira. Në këto momente kemi mbylljen e disa cikleve të cilat juve ju kanë penguar që të avanconi në karrierë, bëhet fjalë më tepër, dhe fal kësaj keni mundësi që të spasтрoni mirë të gjitha gjërat që ju marrin kohën kot. Rikthimet nga shoqëria në këtë moment mund të hapen disa plagë të cilat janë të panevojshme për të trajtuar në këto momente, prandaj do të këshilloj që të fokusoheni thjesht tek rritja juaj personale ose tek jeta juaj personale. Kemi ndryshime të shumta në të gjitha llojet e dinamikave ose të gjitha llojet e marrëdhënieve në këto momente. Ndryshimi më i rëndësishëm vjen në lidhje me realizimin e ëndrave dhe të qëllimeve tuaja. Këtu kemi edhe rikthimin e disa mundësive nga e shkuara, po ashtu edhe ju arrini që të piketoni shumë më thjesht se çfarë funksionon. Prandaj, përsëris, nëse fokusoheni tek vetja juaj në këto momente, mund ta keni pak më të thjeshtë. Në këto momente, duke qenë se jemi futur edhe gjatë retrogradës së Mërkurit, pak më tepër, edhe kemi një hënë të plot pikërisht ndodh te shtëpia juaj e dashurisë, për ju mund të thotë edhe rikthimin e ish-partnerëve. Vendime në lidhje me këto tema është normalisht në dorën tuaj, por këshilla ime vërtet do të ishte që të fokusoheshit në këto momente për të kryer një farë stabilitet ekonomik, ose të paktën për të analizuar se çfarë qëndron, çfarë është shëndetshme apo jo në jetën tuaj në mënyrë që të avanconi në karrierë, sepse kjo është një ndër periudha vërtet më produktive në këtë aspekt. Dhe duhet jeni shumë të vëmendshëm që të mos reagoni ose të mos veproni në mënyrë impulsive dhe të prishni punë vetes tuaj, madje edhe punën që mund ta keni bërë për një kohë shumë të gjatë. Për sa përket shëndetit, jeni një ndër shenjat që kanë ndikimet më pozitive në këto momente, pavarësisht se kemi një retrograd të Mërkurit, por ju kemi një imunitet të lartë, gëzojmë një imunitet të lartë. Kjo sepse kemi shumë gjëra për që të ngatruar në jetën tonë, na duhet kohë edhe për të zgjidhur. Kjo është një nga arsyet që ndoshta sistemi ju ka dhënë këtë periudhë si dhuratë në këtë aspekt. Në datën 30 do të kemi kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit. Kjo për ju do më thënë të dalim tepër në sipërfaqe subkonsciencës, po dhe rritja e intuitës për të mbyllur të gjitha ciklet karmike që mund të keni pasur. Është një mbështetje vërtet shumë e madhe, pak a shumë një mbrojtje që vjen ekstra për ju, sepse keni pasur një periudhë të vështirë. Dhe kemi arritur tek Peshorja. Për shenjën e Peshorës, kjo është një ndër javët më të rëndësishme, kemi ndryshime komplete të dinamikave që kanë të bëjnë me marrëdhëniet familjare. Këtu, sidomos nëse kemi qenë në një periudhë ku jemi ndjerë shumë të lodhur, ku kemi pasur shumë përgjegjësi, madje nëse kemi ngelur pak a shumë midis zgjedhjes së kohës që do të harxhonin për të fokusuar tek karriera, ose për të rregulluar marrëdhëniet ose dinamikat brenda familjes dhe partneriteteve, ndërkohë që në këto momente hëna e plot që do të jetë ditën e marrë datën 30 qershor do t'i kristalizojë këto tematika, do të mund të nxjerrë në skenë edhe probleme të cilat deri në këto momente i kemi anashkaluar se nuk kemi pasur dhe kohën që të merremi. Fal kësaj kemi dhe mundësinë që t'i vëmë pikat mbi i. Duhet jemi pak më tepër egoist në këto momente tek shenja e Peshorës. Vërtet është një ndër momentet ku duhet të fokusohemi tek mirëqenia jonë, sepse është e vetmja mënyrë që mund të kemi dhe fuqi që të kujdesemi edhe për të tjerët. Në këto momente shenja e Peshorës ka një ndikim shumë të rëndësishëm për sa i përket karrierës, duke qenë se do të kemi dhe rikthimin e disa mundësive. Këto mundësi në përgjithësi vijnë nga individët të cilët i kemi njohur që nga shkolla pak a shumë, ose që nga universiteti, ose janë individë të cilët në një farë mënyre kemi marrë mësime së bashku. Kjo është një ndër periudhat më produktive në të vërtetë tek shenja e Peshorës, sepse kemi mundësinë që të rishikojmë të gjitha tematikat edhe një herë, të përzgjedhim se çfarë është funksionale apo jo. Prandaj edhe përgjithsisht është një ndër momentet më të rëndësishme ku do të fokusohemi tek vetja. Për sa i përket çështjeve sentimentale, është një ndër momentet më ideale. Jemi futur në një periudhë ku shenja e Peshorës diku qëndron, di çfarë të bëj, nuk merret në sentimentalizma të panevojshme dhe fal kësaj periudhe që po përjetojmë në këto momente, do të ketë edhe mundësi që të filloj dhe të ndërtoj lidhje shumë të shëndetshme, ose të vendosë nëse lidhja aktuale është lidhja me të cilën do të vazhdoj, pra të krijoj familje apo edhe të ketë fëmijë. Fal kësaj është futur tashmë në një periudhë ku fillon dhe ndërton jetën që dëshiron. Në lidhje me shëndetin fizik, në këto momente kemi ndikime të rëndësishme të këtë gjithë, duke qenë se kemi temperatura të larta. Këto janë probleme të përgjithshme, për shenjën e Peshorës për fat të mirë nuk është se kemi një problem të drejtë për së drejtë, gjithsesi që të jemi të vëmendshëm pa të kujdesemi për shëndetin tonë fizik është gjithmonë e këshillueshme. Diçka që do të këshilloj që vërtet ta merrni parasysh është gjatë kësaj jave balanca ka shumë rëndësi.
si fillim të kujdesemi që ne vetë jemi të shëndetshëm ka rëndësi dhe pastaj të fokusohemi tek zgjidhja e problemeve të tjera, është një ndër kushtet më të rëndësishme. Nëse nuk e bëjmë këtë, pra nuk kujdesemi për trupin tonë dhe për problemet tona personale, vërtet do të kemi shumë probleme si në marrëdhëniet brenda familjes, po ashtu edhe në lidhje me partneritetet, të njëjta gjë është e vlefshme dhe në lidhje me karrierën. Dhe normale që stresi mund të krijojë dhe probleme të rëndësishme në shëndetin fizik, gjithmonë nëse nuk kemi të vëmendshëm. Shenja e akrepit, kjo hën e plot në të vërtet për shenja e akrepit është një ndikim pozitiv. Kemi ndryshimin e gjithçka në jetën tonë, fillimin e perceptimit se çfarë duhet të bëjmë, me kë duhet të kontaktojmë, me kë duhet të fillojmë të ndërtojmë ose si duhet të fillojmë që të ndërtojmë këto. Futemi në periudhën ku udhëtimet bëhen kusht, sidomos nëse kemi qenë në një periudhë ku na kemi pasur pengesa, e njëjta gjë e vlefshme edhe në lidhje me gjyqet. Në këto momente kemi shiron të vendosur përballë me ju dhe kjo domethënë që të gjitha marrëdhëniet, të gjitha kontaktet në këto momente u japin mësime shumë të vëra. Të gjitha këto mësime që po marrim në këto momente na detyrojnë që të shikojmë realitetin ashtu siç është në lidhje me punën që kemi bërë ose investimin që kemi bërë në lidhje me karrierën tonë, në lidhje me marrëdhëniet familjare, po ashtu edhe në lidhje me partneritetet. Detyrohemi që të krijojmë disa kufij dhe parime më të shëndetshme, të cilat do të na ndihmojnë që të krijojmë edhe lidhje të shëndetshme në të ardhmen. Retrograda e Mërkurit tek shenja e Akrepit mund të thotë edhe dalje jashtë shtetit ose rikthimi disa mundësive që kanë të bëjnë me trajnime në mënyrë që t'i përdorim ato për avancimin tonë në karrierë. Normalisht që avancimi në karrierë do të jetë tashmë gradual, me hapa të ngadalt ndoshta, por të sigurt, duke qenë se Jupiteri ka kaluar pikërisht te shtëpia e karrierës për shenjën e Akrepit. Por si fillim, për ripërsëris dhe po e nënvizoj, duhet vërtet që të marrim mësimet dhe të rishikojmë të gjitha situatat me një sy tjetër kritik, në mënyrë që të mos i përsërisim të njëjtat gabime të shkuarës dhe të mos ndërtojmë edhe njeritën tonë në të njëjta dinamika problematike ose toksike në disa raste. Fillimet të reja në këto momente për shenjën e Akrepit janë pak a shumë të pashmangshme. Kemi fat madje në këtë aspekt, kemi mundësi që të krijojmë diçka që mendonim që ndoshta dhe ishte zhdukur si mundësi, kemi rikthimin e tyre të njëjta oportunitete, ose në disa raste mund të hapim ne ose të rihapim të njëjtat shtigje në mënyrë që të ndërtojmë. Ndërtimi në këtë rast ose aplikimi në këtë rast do të jetë në lidhje me të ardhurat materiale, sepse është diçka që na duhet në mënyrë që të ndërtojmë jetën, pra, që duhet jetojmë. Shigjetari, këta e kam thënë shpesh kur drejtuesi jon ndihet mirë në një shenjë, të ndjehemi dhe ne mirë. Në këtë rast, duke qenë se Jupiteri do të ndihet shumë mirë tek shenja e Luanit, që është një tjetër shenjë zjarri si dhe ju, edhe ju do të përfitoni nga kjo si gjë. Përfitimi më i madh në të vërtetë në këto momente ishte hapja e rrugëve, në kuptimin që mund të dilni më tepër jashtë shtetit, mund të udhëtoni më tepër, filloni të keni një zgjerim vërtet shumë të madh në lidhje me informacionet që merrni nga jashtë, po ashtu mundësi të pafundme pothuajse për të trajnuar, për të zhvilluar edhe nga ana spirituale, edhe nga ana mendore, intelektuale. Një Jupiter do të aktivizojë edhe Uranin, i cili mund të thotë edhe krijimi i disa partneritete shumë të fuqishme, të cilat ju ndihmojnë që të keni dhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Kjo në të vërtet, pra të ardhur materiale të mira, vinë edhe si rrjedhoj e hënës së plot që do të jetë datën 30 tek shenja Briciape, sepse do të thotë riperceptimi komplet i të gjitha vlerave që ju keni, fillimi një periudhe ku gjithçka shikon në një sy tjetër të ri, siç e thash, duke qenë se dhe horizonti smadhohet ose zgjerohet në këto momente, e keni shumë më të thjeshtë të bëni atë çfarë ju nevojitet ose atë çfarë është më shëndetshme. Kemi një rritje të pasionit, kjo është diçka sa pozitive aq edhe negative. Pozitive është sepse kur kemi një rritje të pasionit, normalisht që avancojmë më thjesht ose më shpejt, por nga ana tjetër një rritje pasion mund të na shpirë edhe drejt disa lidhjeve të cilat mund të jenë problematike ose toksike, sidomos në qoftë se nuk janë të logjikuara mirë. Kemi fillim në retrogradës së Mërkurit, e cila për ju mund të thotë edhe hapjen e disa dinamikave problematike që kanë të bëjnë me marrëdhëniet të shkuarës. Kjo mund të thotë që mund të kemi dhe rikthimin e ish-partnerëve, sidomos atyre që kanë qenë afat gjatë, dhe kjo do të thotë në këtë rast edhe hapjen e disa borxheve karmike ose rihapjen e tyre. Në qoftë se jemi të vëmendshëm dhe kemi marrë mësimet që na dha Jupiteri gjatë këtij një viti kur ishte vendosur tek shenja e Gafores, do ta kemi të thjeshtë që ti
të i kalojmë problemet edhe në qoftë se dalin ato, por në qoftë se nuk kemi marrë mësimet e duhura, do të përsërisim të njëjtat probleme, dhe kjo mund të thotë vërtet situatat të cilat agravohen ose krijimin e të njëjta dinamikave toksike të cilat mund të na mbajnë mbrapa. Në këtë moment shenja shqiptare futet në fazën ku mund të rritet shumë. Futet në fazën ku mund të ketë një zhvillim vërtet shumë të madh si ekonomik, po ashtu edhe social. Madje është në një ndër periudhat ku duhet të socializohet sa më tepër që të jetë e mundur. Nëpërmjet socializimit vjen edhe mënyra të re ose ide të reja të cilat mund t'i aplikoj shumë thjesht për të pasur begati në jetën e tij. Por nëse fokusohet pra ose ngecet më të themi tek të njëjta dinamika toksike të cilat duhet i lërë në të shkuarën, atëherë normalisht do të humbasë kohë me gjërat që janë të panevojshme. Kemi një ndikim shumë të fuqishëm të hënës së plotë, e cila domethënë perceptimi i ri i vlerës që ne kemi dhe në qoftë se e aplikojmë atë menjëherë, kemi mundësi që të kemi edhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Këto të ardhur materiale mund të vinë shumë herë më thjesht në jetën tonë në qoftë se ne jemi të përgjegjshëm kundrejt projekteve që kemi filluar në të shkuarën. Çfarë do thotë kjo? Në qoftë se i bjem mbrapa punës për që kemi filluar dhe nuk heqim dorë, kjo është një ndër kushtet që ka kjo javë, pas kësaj të gjitha gjërat do të vinë pak a shumë vetvetiu, por kjo javë është mirëmbajtja e punës që kemi bërë. Në qoftë se bëjmë këtë, vazhdojmë të bëjmë punën e mirë pra. Vërtet ta kemi shumë më të thjeshtë që të krijojmë stabilitet ekonomik. Ndikimi i cili mund të bëhet pak i lodhshëm në këto momente është tashmë kemi fillimin e një periudhës ku mund të kemi probleme në lidhje me shëndetin, sepse fillojmë që të marrim mësime nga jeta që të fokusohemi tek shëndeti jon fizik. Të këshillohesh ta merrni me seriozitet çdo simptom që ndjeni në këto momente, pra çdo simptom që është ndryshe nga e normalja. Shenja e breqapit është një ndër shenjat e cila ndikohet shumë më tepër se të gjitha të tjera gjatë javës. Arsyeja e kësaj është se kemi një të plotë që do të jetë tek shenja juaj dhe do të ketë një kënd negativ me drejtuesin tuaj për Saturnin. Kjo do të thënë krijimi i disa situatave problematike, si në marrëdhënie familjare, po ashtu edhe në brenda partneriteteve. Të gjitha këto dinamika reja që po kryen në këto momente bëhen të lodhshme, por nga ana tjetër na bën që të kuptojmë shumë mirë se çfarë ne duam të ndërtojmë në jetën tonë. Dhe fal kësaj kemi edhe mundësi që hap pas hapi të analizojmë situatën dhe të heqim nga jeta jonë gjërat të cilat janë problematike. Gjatë retrogradës së Merkurit, që do të vazhdojë deri në datën 24, do të kemi gradualisht rikthimin ose rihapjen e të shumë tematikave problematike. Madje mund të kemi dhe rikthimin e partnerëve serioz, si atyre që mund të kemi bashkëtuar në të shkuarën, po ashtu edhe të ish-bashkëshorëve tanë. Në këto momente jemi të detyruar që të rishikojmë këto marrëdhënie dhe të analizojmë edhe një nga e para në mënyrë që të kuptojmë se ku ne vetë kemi çaluar ose ku ne jemi sjellë në mënyrë të papërgjegjshme. Fal kësaj kemi mundësi që në të ardhmen të krijojmë dinamika më të shëndetshme ose marrëdhënie më të shëndetshme. Në këto momente shenja e breqapit është futur në periudhën ku hap pas hapi po ndërton një stabilitet. Stabiliteti vjen edhe ekonomik, edhe social, bëhet një figurë e cila pak a shumë kryen një autoritet në çdo ambient ku futet, dhe në mënyrë që të mund ta bëj këtë, duhet që të heq nga jeta e tij të gjitha rrënjët të cilat janë toksike. Prandaj dhe kjo hënë plot do të thotë pikërisht kjo, kriza në identitet, në mënyrë që ne të perceptojmë ku e kemi gabim dhe të mund ta rregullojmë atë. Në qoftë se ne vazhdojmë me këmbgulë që të mbajmë dinamika problematike, do të kemi probleme, por në qoftë se ne shikojmë drejt të ardhmes, thjesht marrim mësimin që duhet të marrim nga shkuara dhe avancojmë përpara, arrim që të ndërtojmë një jetë vërtet shumë të bekat. Kjo është një ndër javët më pozitive në këtë aspekt. Mund të bëhet shumë e lodhshme sepse krizat gjithmonë janë të lodhshme, por fare këtyre krizave mësojmë më tepër edhe në lidhje me veten tonë, po ashtu edhe se çfarë duhet të bëjmë në mënyrë që të jemi më të suksesshëm në jetë. Shëndeti në këto momente është shumë i ndikuar. Është të cilë dhe rrugëve të frymarrjes. Prandaj dhe duke qenë se kemi edhe një element toke të ulët, do t'i këshilloj që të kaloni më tepër kohë në natyrë, sidomos ato që kanë më tepër gjelbërim, mund ta keni më të thjeshtë që të rregulloni atë balancën tuaj të brendshme, dhe si rredhojt mund të kaloni dhe problemet nëse dalin. Shenja e ujorit
Ju në këto momente, një lloj si që të shenja e breqapit, keni kriza që po ndodhin në jetën tuaj, e keni më të thjesht për të tejkaluar sepse shikoni komplet zgjidhjen ato ose përfundimin si do të jetë, prandaj dhe keni më të thjesht të merrni masa. Problemi më i rëndësishëm që mund të vijë në këto momente është rikthimi i sëmundjeve që mund të keni kaluar pak a shumë edhe para një viti. Kjo mund të thotë një ulje të imuniteti, pak më tepër se temperaturat janë të larta në këto momente dhe mund të prekin në mënyrë të dukshme edhe sistemin tuaj imunitar. Të kujdesemi për trupin ton ka rëndësi, të mos qëndrojmë në vap ka shumë rëndësi. Dhe pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme në këto momente është hëna e plot, e cili do të jetë tek shenja e breqapit dhe mbi të gjitha ka dhe një kënd negativ me drejtuesin e kësaj hëne të plot që është Saturni, por kjo do të thënë komunikime të gabuara, informacione të gabuara dhe nga ana tjetër dhe keq kuptime të shumta. Këto keq kuptime mund të ndodhin pak a shumë me të gjithë, prandaj duhet të jemi shumë të vëmendshëm në të gjitha mjetet e komunikimit ose në të gjitha mënyrat e komunikimit që kemi në këto momente. Në qoftë se duam të firmosim një kontratë, ndonse nuk është një periudhë shumë e përshtatshme, në qoftë se ju jeni të vëmendshëm dhe i kontrolloni disa herë dhe merrni dhe ndihmën e ekspertëve, atëherë keni mundësi që të ndërtoni edhe disa projekte të reja ose të filloni disa projekte të cilat ju sillen të ardhur materiale vërtet të mira. Kjo është një ndër periudhat ku çdo sfidë përkthehet në mundësi. Keni dhe aftësi vërtet shumë të madhe, siç e thash, të përdorni këtë mundësi sepse jeni vërtet shumë larg pamës. Shikoni përfundimin e gjës dhe mundeni të arrini atje shumë më thjesht. Kemi edhe kalimin e Jupiterit tek shenja e Luanit që ndodh përballë me ju, prandaj edhe partneritetet fitojnë një dinamik të re. Krijon një përshpejtim shumë më të madh. Kjo do të thotë që keni mundësi që të krijoni një lidhje sentimentale vërtet shumë më të fuqishme. Në këto momente vetëm që është kusht për krijimin e dinamikave të shëndetshme brenda lidhjeve ose në krijimin e një lidhje të re shumë të shëndetshme, është të përdorni logjikën tuaj, të jeni më gjaku ftohtë dhe mbi të gjitha të komunikoni hapur se çfarë mendoni në të vërtetë, sepse personat përballë mund të kenë mendime shumë të ndryshme nga ju ose mund ta perceptojnë momentin ndryshe nga ju. Dhe kjo mund të hapë edhe rrugën e keq kuptimit, në disa raste edhe ndjenjat tuaja mund të keq kuptohen. Në qoftë se i komunikoni gjërat ashtu siç janë, pra keni normalisht më të thjeshtë, kemi një rritje në intuit në këto momente e cila duhet sprovuar përpara se të vihet në jetë. Çdo gjë që der përpara në këto momente duhet parë me dyshim, me sy kritik, por nuk duhet të bëjmë pre edhe e frikës dhe të mos veprojmë. Në këto momente të veprojmë gradualisht me hapa të sigurt dhe të ngadalt ka rëndësi. Në momentin që ne qëndrojmë statik në një vend, kemi humbje shumë të madhe kohe. Dhe kjo mund të thotë edhe humbje të mundësive. Dhe kemi rritur tek shenja e peshqve, për të cilën kjo në plot është një ndër ndikimet më pozitive që kemi pasur gjatë periudhave të fundit. Është një periudhë kthjellësimi. Më tepër kthjellësohemi në lidhje me gjërat që ne duam të bëjmë, kuptojmë se ku ne kemi punuar mbrapsht, pak a shumë kemi penguar veten tonë, kemi një rritje të komunikimit që kemi në ambientin që na rrethon, prandaj dhe mund të kemi dhe disa mundësi që kthehen në jetën tonë. Këto mundësi në përgjithësi janë për të kryer stabilitet ekonomik, sepse në këto momente për shenjën e peshqve kupton shumë mirë se çfarë do të ndërtoj. Prandaj dhe normalisht duhet një kapital. Kemi ndryshime të shumta të dinamikave familjare, po ashtu dhe kemi edhe ndryshimin e mënyrës se ne perceptojmë jetën. Krizat e identitetit në këto momente janë pak a shumë të pashmangshme për të gjitha shenjat. Edhe ju i keni, por fal këtyre krizave të vogla në rastin tuaj, arrim që të kuptojmë shumë më mirë se cilat janë hapat që duhet të hedhim. Në këtë rast hapat që duhet të hedhim janë patjetër hapa që na bëjnë të ndjehemi të lumtur, që rrisin pasionin në jetën tonë, fal të cilit kemi edhe mundësi që të ndërtojmë të ardhur materiale të mira. I gjitha kjo që po ndodh në këto moment ose gjatë kësaj jave është rezultati i rrugës që kemi ecur drejt kuptimit të vetes tonë dhe të ëndrave dhe apo qëllimit që ne kemi. Fal kësaj tashmë kemi më të qartë dhe të ecim në bazë të saj. Brenda këtyre ëndrave mund të përfshihet edhe çështje sentimentale, mund të përfshihen edhe krijimi një karriere të re, po ashtu zhvendosja në një shtëpi ose në një ambient ku ndihemi më mirë, ku ne vlerësohemi më tepër. Dhe fal kësaj kemi edhe mundësinë që të jemi shumë më të suksesshëm. Në këto momente komunikimi i hapur është i rëndësishëm. Kjo është për të shmangur më tepër keq kuptimet. Të gjitha propozimet në këto momente do të këshillohesh që të shikoni me sy kritik
dhe ti merrnim seriozisht përpara se të vendosim, sidomos në qoftë se kemi ndërmend që të mos veprojmë në bazë të tyre. Kjo sepse të gjitha mundësitë që po vinë në këto momente mund të jenë shansi i fundit për të njëjtën gjë. Prandaj dhe që të mos pendojmë më vonë, duhet detyrimisht që të analizojmë mirë situatat. Lemi epiterit tek shenja e luanit, për ju do të thotë edhe ndikime pothuajse drejt për së drejta në marrëdhënien që keni me punën ose në marrëdhënien që keni me kolegët tuaj. Në përgjithësi është një zmadhim i mundësive në këto momente që hyn në jetën tonë, por kjo ka një kusht, duhet të jemi praktik. Do të fokusohemi më tepër tek zgjidhja e problemeve, të mos u humbasim kohë me ëndra. Kemi mundësi që ta bëjmë këtë dhe në momentin që e bëjmë do të vëmë re një rritje në të ardhurat materiale, duke qenë se ky është shpërblimi. Ndikimi në lidhje me shëndetin në këto momente tek shenja juaj është i lartë. Edhe në këtë pikpamje duhet jemi të vëmendshëm, gjithsesi ajo mund të kemi probleme tek qarkullimi i gjakut të këmbëve, të cilat do mund të vëmë re dhe odema. Pra të mos e tepërojmë edhe me aktivitetin fizik, sidomos me ecjen, është e rëndësishme. Dhe këto ishin të gjitha ndikimet që kemi si jetë të përgjithshme, po ashtu edhe tek shenjat. Shumë faleminderit të gjithëve që më ndoqët dhe shihemi përsëri herën tjetër. Pafshim.